Kosova kam thonë më shumë se një herë. Kosova I ka 96% musliman. Wallahi, takojte, unë më rem, nuk e kam jetë se nuk ka këtu çarran sa që do kallaz nuk dal për populli. As në ran Amerikën, as Australinë që në kontin tjetër, as Japoninë, as Indin, as Kosovën, as Shqipërinë, as Anglinë, së në ran kërkon. Kosova I ka 96% njerëz që thonë la ilaha illallah. Ajo është një, nuk ka tjetër. Zot për 500 vete, 500 vete, nuk jena në logari, me hupta musliman kërë. Në Kosovë, ajë cili do marrë pushtet, ka me arë të I përkra. Ose vetë ka me ka musliman, ose ka me I përkra këta musliman, edhe me përkra herë e tyne, ka me I mbroj drejta të tyne, me përkra e tyne ka marrë pushtet. Mënyrë diktatoriale, mënyrë të uzurpuar, ato gjithmonë kanë qenë edhe dhe në kiamet, por flasëm në veç demokracinë që këta po pretendojnë në te. Jo zotni, se në Beograd nuk mund bëhet atje muslimani, presidenti I Serbisë, së në bëhet për jetë. As kataliku së në bëhet në Beograd, veç ortodoksi. Ja, së në bëhet kataliku për jetë në Beograd. Jo, zve shprehje. Veç ortodoksi ka më bo. Edhe në Greqi vërsh ortodoksi, të lutëm. A unë s'pë thëmë që muslimane me kanë, por për thëmë, se s'jëm që është fanatikune. Ja, për mu le djeve që kush është I hajrit. A unë e kam atë parem. Le djenë që është I hajrit, dhe le të punon për interes të popullit. E pjesë e interesit popullit është çështja ekonomike, çështja politike, çështja sociale, edhe çështja shpirtërore, që njerëzit quajnë fe, e çështja identiteti I tyre, dhe që për ju predikon, po për 10 mirë dhe 100 mirë në Kosovë, pasha Zotin është më I shtrejt se krejt që ka ky dynja dhe kur dush jetën e jep ai për fjalë la ilaha illallah. Ai parë me ty në mund.